Eurovisioni, spektakli i shitur i gjeopolitikës, jo i muzikës. Në një botë që përpiqet të besojë ende në fuqinë e artit, Eurovisioni vazhdon të luajë me ndjenjat, djersën dhe ëndrat e artistëve, për të kthyer gjithnjë e më tepër në një skenë të madhe manipulimesh, strategjish dhe aleancash gjeopolitike. Edhe këtë vit, spektakli muzikor që pretendon të bashkojë Evropën në emër të artit dhe diversitetit, u kthye në një shembull të pastër të dyfytyrësisë, ku talenti zhduket pas flamujve, lobimeve dhe ndarjeve të mirëmenduara të çmimeve. Shqipëria dhe Shkodra elektronike e vërteta e hidhur. Shkodra elektronike ishte ndoshta një nga performancat më të përfolura të këtij edicioni. Origjinale, e rrënjosur në identitetin ton kulturor dhe artistik, por njëherëzi e modernizuar dhe plot shpërthim emocional. Media të huaja, portale të rëndësishme dhe kritik ndërkombëtar e vlerësuan si një nga prurjet më të guximshme dhe të freskëta të këtij viti. Dhe megjithatë çmimi nuk shkoi në Shqipëri. Për çfarë tjetër duhet të bëjë një artist shqiptar? Duhet të bëjë humor me diktator? Të këndoj për raketa e luftra? Apo ndoshta të ketë pas vetes një makineri politike që e bën të padukshëm çdo mungesë karizme në skenë? Suedia, favoritja e ftohtë që nuk ja doli. Edhe pse Suedia kishte një përfaqësuese të fortë, si gjithmonë, me një prodhim të nivelit të lartë, fitoria ju mohua. Ironikisht, Suedia, një nga aleatet më të rëndësishme të skenës së Eurovisionit dhe një ndër kampionet historike të këtij festivali, u sakrifikua në një rokadë që do të kishte shumë pak të bënte me muzikën dhe shumë me balancat politike. Austria dhe Izraeli, fitore të parapërgatitura. Në një realitet ideal, një këngë që arrin të prekë zemrat e publikut dhe të fitojë simpatinë e votuesve online, duhet të ketë një shans real për të fituar. Por këtë vit, këngët e Austrisë dhe Izraelit, edhe pse nuk ishin ndër më të vlerësuarat në fazat paraprake të votimeve online, arritën majat si me magji. Çfarë ndodhi? Austria, me një këngë të thatë, pa thelb dhe që për shumë dëgjues u duk thjesht e mirëprodhuar, por jo e ndjeshme, u ngjit me një forcë të çuditshme drejt kreut të tabelës. Ndërkohë, për Izraelin, çmimi nuk ishte më thjesht artistik, ishte politik. Në një kohë lufte, me vëmendjen e botës të ndarë dhe zemrën e Europës të turbulluar, Eurovisioni vendosi të bëjë gjestin simbolik të përkëdheljes së egos kombëtare izraelite përmes një pozicioni të lartë në renditje. A është ky arti? Apo është thjesht një diplomaci e veshur me dritat e skenës? Eurovisioni, një organizatë që ka humbur thelbin. Prej vitesh tashmë, Eurovisioni nuk është më arena ku përballen kultura, nota dhe zëra. Është një garë ku përballen aleanca politike, mbështetje diplomatike dhe narrativat e kujdesshme që duhen projektuar për publikun evropian. Në këtë kontekst, vendet e vogla, sidomos ato që nuk kanë fuqi lobuese në organizata ndërkombëtare apo nuk janë pjesë e boshtit B, Skandinavi, vështirë të ngjiten lart, pavarësisht talentit. Artistët shpenzojnë muaj punë, investojnë emocionalisht dhe ekonomikisht për të sjellë diçka që përfaqëson shpirtin e vendit të tyre, vetëm për të parë rezultatin e diktuar nga komitetet dhe marrëveshjet e fshehta. Hipokrizia e barazisë dhe diversitetit. Festivali e shes si një festë të diversitetit. Por e vërteta është që vetëm një lloj diversiteti pranohet, ai që është i përshtatshëm politikisht për agjendën e Eurovisionit. Çdo mesazh që del nga kornizat e neutralitetit të kontrolluar penalizohet, zbehet ose injorohet. Ndërkohë, kultura ballkanike, folklori i gjallë dhe zëri i popujve të vogël vështirë të përkthehen në trofe, përveç se kur shërbejnë për të dhënë imazhin e një Europe të hapur me kusht që të mos fitojnë. Një garë e pabesueshme për zemrat e gabuara. Eurovisioni nuk është më festivali i dashurisë për muzikën. Është bërë një teatr diplomatik ku vendoset kush do të marrë simpatinë ndërkombëtare, kush do të çerohet dhe kush do të anashkalohet për arsye që nuk kanë asnjë lidhje me artin. Është koha që artistët e vërtet ta kuptojnë këtë, nuk humbasin ata që nuk fitojnë në Eurovision, humb vetë festivali kur nuk shpërblen meritat e vërteta. Dhe derisa kjo të ndryshojë, Shqipëria do vazhdojë të përfaqësohet me krenari, por jo të shpërblehet me drejtësi. Sepse Eurovisioni, në formën që ka sot, është thjesht një spektakël i shitur. Dhe çdo vit që kalon, kjo bëhet më e vështirë për ta fshehur.